Shikoj këngën e Ilir Shaqirit me koronën, kër e kanë realizu këngën e UÇK-s. Shkëlqimi i plisit. Une kam pas pjesën me tana ka edhe një pushk, edhe për mu më rej. Plot njerëz më kanë thonë që shke gudzu me shku në studio me knu. Unë kam gudzu, kam shku e kam ingjizu edhe kam shku për videoklip. Me videoklipi është bo në teatrin Dodona. Në Dodon, do me thonë, kanë riziku komplet stafi, drejtoria, do me thonë, e Dodonës, ka riziku me leju, me hy, me gjiru aty me uniform të UÇK-s plus një këngë patriotike. Do me thonë, lufta ishte në Drenicë. Do me thonë, lufta dhe zhvillohej. Edhe është realizu videoklipi, tash po mundeni me marrë me menë sa e vështirë ka qenë edhe për kamermanin, për regjisorin, për artistin, për të gjithë, do me thonë, ka qenë e ke pas kokën gërshan, apo kuptan. Mirë po, ja, do me thonë, s'kemi e qdorë, i kemi bo, i kemi realizu dhe i kemi motivu ushtarët tanë në frontin e luftës. Të motivimi ushtarëve, në atë pjesën e plus të rëzishmërisë e këna pasë dhe produksionet, botimin, shtypin, kasetat, prodhimin, që shmi shpërndona për ishim punktet këto që kanë qenë, dhe më thonë, për milicis që i këna thonë atë na. Milicis, që shmi shpërndona, mirë po e gjojshme dhe na një formë, diqysh që shmi shpërndona, i mashmi vetëm kopertinat atër, kopertinat, jo si komplet kaseta, po kopertinat i pështjel shmi diqysh, i msheshmi edhe qashtu i dërgojshmi për shembull DMP-ja, derin Prizrena, tjetër kon, edhe atje, ata i shumëzojshin vetë, ata që i mujshin do më thonë mi shqitoret, ku ishin që i dhaushin, i shumëzojshin, i paketojshin edhe i shpërndojshin, zë ndryshe s'mujshmi. Se me të zonë ato, si për shembull, kongën avritet pa fajsia që kom pas Leonorës. Ata i kanë ndodhë do bashkëpunëtorët mi që i kanë shqitë, do më thamë, ku i kom dërzu e kasetën, milicia, a i ka lëshu zoni pak me shqitë, atë në treg, pazar, atër i kena thamë. E ka qilu një polis atë, është ku ja ka thuj me kastofonin, me kretja ka thuj. Ati punëtori që ka bo shqitë në të. Ka rëzik. Ma gjithëni i kemi qu kasetat me magar, me përkufi, në përmalje. Me magar? Me magar. Disa raste ka pas, i kemi qu, për mi shpërndohë materialet me qu edhe në Maqedoni, edhe në Preshev, na o dasht me qu me magar. Zdisar, në Leshan e di, në Halaj e di, ata njerëz i një që i kanë qu e kaj. Sot i kësaj dit e një, u dasht me qu në Tetova ka qenë baza kryesore. Doli albumi Naimit në treg, edhe kënga titullin Oj Sërbi, oj shtrige vjetër, edhe e zuni policia dikon prej këtyne shpërndarsve, do me thonë shpërshkaqen për momentin nuk po më kujtohet, edhe me njëherë është dash me përkthy, kanë kërku me përkthy qka do me thonë, edhe për mundëzir nga situata mbaj mend që ka thonë oj Sërbi, oj vjerë e vjetër.